Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Partia Socialiste përmbys rezultatin në qarkun e Dibrës ku sipas të dhënave paraprake merr mbi 12.000 vota ose 58.3% të totale, duke siguruar 3 mandate deputetësh. Krahasuar me vitin 2021, Partia Socialiste shënoi një rritje me 11.1%, duke marrë dhe një deputet më shumë, ndërsa Partia Demokratike e Majlaatët marrin 37.2% të totalit të votave, duke siguruar 2 mandate nga 3 që kishin në vitin 2021. Dalin dhe rezultatet e para të kandidatëve për deputet në qarkun e Tiranës. Fillimisht në krye të votimeve për socialistët qëndron Blendi Gonxha me rreth 5.000 vota. I dyti është Fatmir Xhafaj me 1.800 vota. Më pas vjen Erion Braçe me 912 dhe Ervin Hoxha me 615. Ilir Ali Mehmeti është më i votuar në Tiranë për Demokratët me 1.115 vota. Pas tij Radite Tjurita Tabaku me 996, Myslim Murizi me 761, Aslan Dojani 671, ndërsa Ilir Metaj ka marrë si fillim 340 vota. Për të zgjedhur si deputet nga listat e hapura në Tiranë, do të duhen mbi 10.000 vota. SPAK denonson 33 kallëzime për korrupsion aktiv në zgjedhje, 4 procedime për korrupsion aktiv dhe 1 pasiv, dhe 1 për përdorim të funksionit publik për qëllime politike, ndërsa 1 tjetër për shpërdorim të detyrës. Sipas SPAK, 3 kallëzime janë bërë nga qytetarët, 3 nga prokuroria e rrethave, 50 janë kryer në mënyrë elektronike në portalin Denonco Krimin Zgjedhor, ndërsa 5 sinjalizime janë dhënë përmes numrit të gjelbër. Një klim e qetë dhe pjesëmarrje aktive qytetare, mbulim të gjerë mediatik dhe prani të zgjeruar të partive politike dhe kandidatëve, mesazhe ndërgjegjësuese për pjesëmarrje dhe administrim aktiv nga KQZ, problematikat e shfaqura ishin vlerësimet e Komitetit Shqiptar të Helsinkit, qendresës qytetare dhe Institutit të Studimeve Politike. Me një ekip prej 60 vëzhguesish, ata e shtrin monitorimin në 163 qendra votimi në 17 bashki të vendit, përkatësisht në Malsinë e Madhe, Gjirokastër, Lezhë, Dibër, Kukës, Elbasan, Tiranë, Durrës, Vlorë, Korçë, Fier, Lushnjë, Berat, Gjirokastër, Fushë, Krujë, Kurbin, Pogradeci dhe 3 qendra të posaçme të vendosura në institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale. Elisa Spiropali, drejtuesja politike e qarkut të Tiranës, e komentoi si besimin e qytetarëve ndaj Edi Ramës dhe partisë fitore në zgjedhjet e 11 majit. Partia Socialiste ka fituar në Vorë ashtu siç pritej, me një diferencë të thellë për shkak të punëve të mira që ne kemi bërë këtu, jo vetëm rindërtimit, por edhe projektet e tjera të zhvillimit të Vorës dhe të infrastrukturës, shkak të punës të madhe në terren. Partia Socialiste e cila shumë pranë qytetarëve çdo ditë vitit, jo vetëm në muajin e zgjedhjeve, dhe ky rezultat reflekton këtë besim të madh që Vora, qarku i Tiranës dhe gjithë Shqipëria i ka dhënë Edi Ramës dhe Partisë Socialiste. Ju falenderoj shumë për këtë qëndrim këtu. Spiropali pati një komende për përplasjen e Flamur Nokës të Albana Vokshit gjatë procesit të votimit në një nga qendrat e votimit dhe akuzave se persona të ndryshëm po sillen si vëzhgues. Ajo i cilësoi si tymnajen e radhës për shkak të humbjes së tyre. Mungesa e tyre gjatë ditës sotme tregon që edhe konflikti i stisur i djeshëm nuk kishte as vërtetësi, as kishte bazë, po ishte aty thjesht për të prodhuar zhurmën e radhës për shkak të dienisë së tyre të plot se ç'rezultat të dobët do merrin në Vorë. Ata asnjëherë nuk i kanë kthyer syt nga Vora kur kanë kaluar këtej, kanë ardhur vetëm dje për të bërë shërnajën e radhës dhe përgjigjen e morën. Do ta merrnin dje nga numërimi elektronik, e morën sot. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.